Barbari u dha fund këtyre fjalëve me një shprehje të fytyrës dhe me një ton të zërit krejt të veçantë, po priste se ç'përshtypje do të shikonte ndër ata njerëz, me qëllim që pastaj, pasi të largoheshin, të tjerët i bisedonte me këtë rast çështjet e tjera veç mos me vrana kohë. Por kur e pasi ata njerëz të mësuar të mos përfyllin hekurin, jo më fjalët, ishin shumë larg nga fjala e tij, po shfrynin kudo, duke i dhënë të kuptonte se ajo s'ishte më për të një këshill, po një shtrëngim për të dorëzuar, i kërkoi vrana kontit, që t'i lejoi të bisedonte pak fort urtësi me qëndrueshmërisë së tij, barburi, sa që s'ndryshonin asnjë grim se ai do të vepronte për çdo gjë në të mirë të nderit të mbretërisë dhe në dobi të gjithë. Atëra ai njeri i prap, filloi të shfaqte porositë e Tiranit, me fjalë sa më të bukura dhe me stërholluara, por kur e perioti e kuptoi fjalën aq të dyra, ja priu fjalën në mes dhe urdhëroi të qëroi me njëherë nga sy. Kështu ai u largua, i mbuluar fundi kryet me turp, dhe pa ja të prekur kush dhuratat sipas urdhërit të komandantit, sepse përndryshe lakmia ushtarake do t'i kishte liruar 5 zorë sklevorit nga ajo barë. Megjithatë, vrana konti u përgjigj të dërguarit mbetëror për tërë ato fjalë të kurdisura bukur dhe i tha në mënyrë të prerë se këtë e tutje asaj as ndonjë tjetër të mos guxonte të vinte në qytet nga Tirani apo të kërkonte atë për bisedime, sepse s'kishte për të marrë prej tij përgjigje tjetër veç se shëmtimit e gjithë trupit duke u prerë duar hundë dhe vesh. Kur i dërguari u kthye në kamp, u prit nga një turmë e madhe, u derdhën me vrap përpara, sepse të gjithë po prisnin me padurim të shikonin se ç'lajme sillte lidhur me vullnetin e atyre të qytetit, që mbetej pothuajse vetmja shpresë për ta shtënë në dorë qytetin me anë të dorëzimit, por së pari dhuratat e prapranuara që shikonin se po i sillte. Tregonin mjaft mirë se s'kishte bërë asgjë. Fjala pastaj e burrit që dëgjuan dhe qëndresat e kurtanëve, që tregoi ushtiu të gjithëve secilit sipas natyrës, pikëllim, frikën apo të bërë. Laku që se mbante dot veten më tepër nga inati që donte ta shfrynte. Dhe sa nga turpi që duhej lar, u kthye përsëri tek armët dhe të sulmi lënë me një anë, duke dhënë urdhër që të bëheshin përsëri gati shkallët dhe makinat e tjera për ditën e nesër. Tërnata pothuaj u harxua me atë punë të kotë, por dredhorët u vunë me radhë, secila në vendin e vet. Për ruajtjen e kampit dhe për sulmet e patriotit, u lanë më se 30.000 njerëz, bashkë me fojtë e tyre që u avun shalën e pren me njerë. Në mëngjes, në mugërsi, ushtria u shkur rëzmureve dhe me të vrapuar tanët në përforcomat, uria makinave shpërtheu nga të dy anë, por goditjet e tanëve të shkonin më mbarë. Dhe më të vërtet ato binin vetëm bjarmi, përkundrazi, barbarët nuk ishin as pak më zëmërbut për të vetët, se sa për ata të qytetit, dhe ndërsa lakmonin i largonin armiqt nga mbrojtjet e mureve. Ta largonin vetveten me kërdin që bënin, bitë vetët, ashtu edhe me frikën e rrezikut që e kallnin, dhe pushuar kjo furi. Shkuan te shkallët, këtu u duk trimëria e vërtet, por këtu u paraqit edhe rasti për një kërdi shumë më të madhe, dhe brenda pak kohe, çdo gjë u mbyt në gjallë, dhe vendi u mbush kudo me kufon.